u muloni. Mos u Antoni Kot. Po merrni përgjegjësi për shonjet e juaja. Mos u Antoni Kot. Po merrni përgjegjësi për gabimet e juaja. Ma pyeti tash i fjalë për fjalë, çfarë do të thotë? Ti shoh vllai jot, mos ty stfusë në shtëpi. Tash e kuptoj, Antoni, o tu ma bëj pyetje që një orë. Nuk e kuptoj shoh. Një femër. Nëse unë jeti shku mrapa edhe ai të përdori këtë situatë. A e kupton apo se kupton normalisht? Po merruni me situatët e juaja vëllai, çfarë më thonë? Çfarë situatë more? Ai komplet, ishte tu përdor ty. Po jo për familje fare. Jo me fare, s'kam punë me familjen e saj. Edhe çfarë do të shfajot në sekretariat, do të shfajot po çu nuk thosh gjë. Ai ka lojë. E ka lojë. Ti ngjesë koment. Pa ne unë s'bëj komente. Se si pas te, a i vjene u mor me jep mendimin për situata këtu. Ajo ke shorje. Çika çojti. Po është i publikit tërë bën e shef e gjallë. Çka problemi? Unë e komentova situatën. Unë e kam problem se e komentova situatën. Unë e kam problem. Jo, nuk është problem ajo. Po ti do të kuptosh se ajo, ai të përdori ty o mali. Do të me pas frika te. Jo, jo. Atë që e kam ja them tjetër, do të përdori. Selini ke me Brikenën në make-up. Edhe po i thot Brikena, po pse po rënalo me Tomas ati komentit? Brikena edhe po i thot Selini, po nëse më konvenon për loj bla bla, po du me një falë ma shumë. Por e unë sot që zbulluva këtë gjo, po e një anej, unë me Brikena nga të du? Thuje pra, te thuje ti. Po e një anej, prandaj e kryova kongën. Se në fund, në gjom, në fund, them, që po e shesim ftyrën edhe karakterin për njoj. Dhe me thonë konga ime është e sa. Që bën brapa. Ai e përdori kongën tane për me arriti qëllim tjetër. Që e buni Grete me umurzit. Që e buni me umurzit. Andëgjohet tash. Andëgjohet tash. Se Selini me Brikenën folën, edhe tha, Brikena, po pse po fol prap me to kur të ofendojnë atë Nuk flas me njerëz që nuk flasin për familje. Selini po i thot, po, unë po të më njoftë dhe pak, se ndoshta më konvenon për loj. Nuk rriun, nuk flas me njerëz. Po shesim ftyrën edhe karakterin për loj. Ua, sa saktë është konga jam. Interesante.